këto deklarata dhe këto qëndrime nuk sjellin zgjidhje, por na çojnë zgjedhje treja. 2 herë i pam njësoj. Apo hym për atë po shtoj se apo mësohet diçka që në këtë formë sërish shkojmë zgjedhje, apo dikush po dën qëllimisht që edhe një herë shkohet në zgjedhje. Nuk mendoj që qëllimisht dikush kërkon me shku në zgjedhje, mirë po kjo është, po më jenë keq me thonë, po aktualisht skena politike është aqe pa ditun edhe pa aftë, edhe pa përvojë, sa që o ka sillet si mas... Pa ditun dhe pa aftë dhe pa përvojë. Po me qenë se sjellja e këtill është sjellje e kopjume prej kohnave të mëhershme. Pra këta nuk e kontekstualizojnë situatën politike që ekziston sot në Kosovë, mirë po nisen gati verbërisht të imitu sjelljet e para 20-30 vjetëve. Për shembull, çka kish bo Ibrahim Rugova në këtë situatë, ose çka kish bo Hashim Thaçi në këtë situatë, ose çka kish bo UÇK-ja në këtë situatë, ose LDK-ja në 94-ën. Natyrisht që ishtë sill që ashtu me qenë se kanë qenë kohnat e tilla, kur ti i parashtron kërkesat e tuja bashkësisë ndërkombëtare dhe natyrisht Serbisë atje le ta merr vesh. Mirë po ajo situatë krejtësisht e pa zakonte, e pa natyrshme edhe është situatë konflikti. Qa po du me të thonë është që kjo formë e sjelljes insiston në ndërmjetësim. Ndërmjetësim nuk ka, andaj pasojë e kësaj është të shkum janë zgjedhje. Këta nuk dojnë me shku në zgjedhje. Ndërmjetëson qytetari me votë. Po, qytetari e vetëm mënyrë që është ndërmjetëson është në kutit votimit. Po, gjithçka jashta kutis votimit, nëse nuk ekziston mekanizëm i ndërtuar nga vetvetja, bazuar mbi vullnet edhe nevojë të kontakteve dhe komunikimeve me kundërshtarët politik ose oponencën e jo anëmiqt, gjithçka jashta kësaj, ty ka me cilën situatë të përfundimeve të pa vullnetshme edhe të pa synume. Ajo është ki me shku në zgjedhje të në t'ju lutë Zotit që s'ki me shku. Me qenë se s'ki qushe ndalë këtë proces. Pra, ndërmjetësim nuk do të ketë. Ndoni Pakistan që po thushti ose ndoni shtet i vullnetshëm s'do të del këtu me ardhë me thonë amin i kërkesat t'i shqyrtojmë na që tu në spërtel. Nëse jo, qësh kanë mu marrë vesh këta? Unë e mbajnë me anë 2019-ën, ka qenë situatë e përafërt mes LDK-s edhe partizëve të vendosje, kur dojë kemi bo koalicioni, e aty rastësisht erdhë musafir një deputet gjerman, si me thoni Komisionit për punë të jashtme edhe me të njeri, me një farë mbledhje, edhe tash të dy partë, edhe LDK-ja, edhe vetë vendosja, diçka u takun me të, i kallëzun çfarë telashe janë puna e koalicionit, edhe ai konferencë për shtyp tha, edhe të na tha ka zgjedhje, edhe të na tha ka që si telashet koalicionit, po tha të na, telefoni përdoret ma shumë se mikrofoni. Telefoni, tha, jo mikrofoni. Nuk duhet se cili send me dalë në konferencë për shtyp me një letër të bardhë ku jënë të parashtrume kërkesat, ku shka me ti plotësu ato, ku shka me ti hudhë poshtë ato. Nuk ekziston autoritet ekzekutiv suprem mbi Kosovë përveç neve, përveç qësaj skene politike edhe qëti populli. A kem dasht vetë qështu? Kem dasht me qenë panvarun me vendos vetë, që ku e kemi mundësin, jemi të panvarun, mundë me vendos vetë. Pse s'jemi ka doj me vendos vetë, edhe pse s'jemi ka dim me vendos vetë. Mendoj që kjo është pyetja mbi pyetjet, sa herë që ndeshemi në situatat cilat na e kemi problem mi shpjegu me logjikën e rëndëmt politike, me qenë se konteksti është i humbur. Na jemi shoqni normale e cila politikisht funksionon abnormalisht. Pra, prodhojmë situata abnormale, të që e përmendi... Por si pasoj e asaj që thatë mungesës dijes, përvojës, edhe diska tjetër përmendet... Edhe aftësisë, se komunikimi për ditë e ma shumë për të regohet që është aftësi, ashtë dhe kur hinë punë kanë me dvetë për interpersonal skills, dikur që në lodhë para punë, po sot po të vesit, sot jonë bo njerëzit shumë të ndishëm, duhet me ditë me folë me ta, edhe kjo pjesë e aftësisë. Unë e pishoh që të s'kenë partijake me komuniku me zveti, pa e ofendu një tjetërin dhe pa e lëndu dikënd, nuk po din. Kjo mungesë e aftësisë. Mandej mungesë e dijes. Mungesë e dijes është kur ti e huq kontekstin shoqnor. Vitio 2026. Partitë politike
përveç logove që i kanë të njëjta, kur gjonë to mos është e njëjtë. As nuk jo njerëzit e njëjtë, as nuk është situatë e njëjtë, do të thotë nëse se pranën kontekstin. Ne dëgjojmë shpesh këto 20 vjetë është bërë kështu, këto vjetë është bërë ashtu, po njerëzit pëndrohen, me gjitha të. Ati. Lumir Abdixiku s'ka qenë fare në politikë, se mbrëm në intervistja të regova një pozicion kur thash, mirë, sështë e huaj për LDK-n që të mos votojnë nga njerë as kryetarin e partisë për kryeministër, por pastaj u kujtova që zoti Abdixiku as ka qenë në ato zgjedhje, as ka qenë në parti politike në atë kohë. Qëre, unë shpeshere ndi qëtë fjallë që do mos ndërlidhun me lidhjen demokratike, unë e kuptoj arsyet pëse e thojnë, po mendoj që s'paku unë mendoj që është absurde. Partia o më e rëndësishme se njerëzit. Kush gjohë nuk është më e rëndësishme se njerëzit, ndërkohë që njerëzit janë ata që e bojnë partin, e logoja nuk është ajo që i bën njerëzit. Edhe tash, njerëzit janë tepër të rëndësishëm gjithku, e sidomos në për parti politike. Kjo sjellja kinë se let jetën institucioni pavarësisht njerëzve, mendoj që është absurde. Njerëzit janë ata që e bojnë. Po dhe janë veç fjallë, se nuk është që po e bojnë në praktikë që ato, nuk është që po e qesin praktikë që institucioni është ma i madhë se personi. Si po thush, po njerëzit sët... Po thujnë, po s'pe bojnë. Duke t'ingëllon bukur. Po njerëzit sët janë të tjerë prej njerëzve dikur, edhe është e natyrshme. Dikur ka qenë profesor Femi Agani, ka qenë zoti Rugova, sot e ki zotin Abdixiku, e ki zonjën Jehona Lushaku, pra këta janë njerëz tjerë, prej atyne njerëzve ma heret. Edhe nuk i nevoj mundër lidh me vazhdimësi, me qenë se vazhdimësit, sa do që janë të synueshme në kuptimin historik, janë të pamundshme në kuptimin shoqënor, që besa dhe biologjik. S'kem nevoj, ti mundesh, për shembull Partia Republikane diku në Amerikë e ka ngjyrën e kuqe. Në Amerikë, kur del zgjedhja, janë dy ngjyra. Përveç që ngjyrën e kuqe e kanë konservatorët, e ngjyrën e kaltërt e kanë demokratët që në parim nënkuptohen si revolucionar. Mirë po historitë e tyre janë të kundërta. Demokratët janë ata që kanë qenë konservatorë, e Republicans kanë qenë ata që janë revolucionar, ata që e kanë bërë revolucionin kundër kolonializmit, edhe ngjyra atyne e kuqe, Republicans, është ngjyrë historike, po nuk ndërlidhet me ato që ato e paraqesin sot. Kështu që mbajtja me një farë obsesiviteti, mbajtja e vazhdimësive historike në kuptimin e tendencave ideologjike, konteksteve historike, mendoj që është të dëmshme për krejt partit. Po sidomos për ato që vetën e nëzojnë që janë të vjetra, që në vjetërsinë e tyne duhet të gjendet edhe një krenari edhe një vlerë, mirë po ajo pashtu mundet me qenë edhe guri rreth qafës. Se kontekstet vazhdimisht ndryshojnë edhe një pjesë e madhe e partive në botën perëndimore, që kanë ekzistu në kohën kur o themelullët e këja, sot mos ekzistojnë. Mirë, do të lidhemi edhe në pjesën e dytë me këtë idenë se pse s'po shohim më shumë të funksionoj telefoni e po funksionon mikrofoni, se se kemi parë të funksionoj, si s'po konfirmohet të ditë, as ndërmjet subjekteve ish opozitare, më tepër, pra kryesisht kanë folur nga studiot ose me kumtesa. Krejt kanë kërkesa pi molit.